rikthimit e zhvillimi ekonomi në Kosovë, orientimet euroatlantike për LDK-n besojmë për popullin e Kosovës që janë rrugë me një drejtim. Dinamika, mbështetja dhe investimi në përafrimin e Kosovës me BE-n dhe me NATO-n është aspirat, është mision tash e 36 vjet me natë sotit. Faleminderit që ma urut për vjetorin, këni harru në fillim. Urime. Unë ta urova në fillim. Urime. Faleminderit. Tash e 36 vjet, nëse Kosova ka besu në lirin, pavarësin, demokracinë e saj ka besu shumë, shtetën në Evropën edhe në NATO, në antarësimin e NATO-s, dhe kjo është shtyllë kurrizore e cila duhet me siguru. Vendin tonë, popullin tonë, që ka këtë orientim, ka këtë kulturë politike, e ka pranu, e ka përqafu me kohë. Tani, me thonë drejten, na do të me diskutu vesh një raport, pa dash me repliku, sepse marrëdhëniet e veçanta me SBA-n, me NATO-n edhe me BE-n, nuk janë të që na dallojnë. Por sukses shumë zoti Kurti ka mri me ndërtu marrëdhënie të kufizume. LDK ka ndërtu marrëdhënie të mirëbesimit. Dhe për këtë kemi qenë edhe në publik të përmendun, të nënvizum, si dobësi, edhe si marrëdhënie e cila LDK-ja në emër të Kosovës vendos me sy mbyllën edhe me raportet tjera. Por raporti mirëbesimit dallon shumë nga raporti i kufizuar, cilën e ka vujt Kosova për shkak të këtij raporti të ri të zotit Kurti, edhe raportin me aplikacionin i cili është i mbyllën, quhet i mbyllën, nuk është pas njëherë, se është pa koordinum, edhe raport me koordinimin dhe interesat, sepse suspendimi i dialogu strategjik me SBA-n ka ardhur si pasojë e marrëdhënieve të kufizuara. Ata kërkojnë na me bë veprime për me vepru ata. Faleminderit. Apo jo, edhe BE-ja dhe të tjerë, kështu që mbledh fundit jo më pak të rëndësishme ta them. Kosova dhe qeveria saj nuk ka vetëm kufizime financiare që tash po përmendmi që do të largohen me faza, me periudha. Po Kosova dhe disa ministra që janë eksponent kanë edhe kufizime politike. As qeveria amerikane, as shtëpia e bardhë